Shkur, ta vesmi pak Muhamedit edhe për gjestin e pas kamaraka e kive. Gjeneta jo gjesti, a thoma era gjesti? Po, ja gjeneta e lu. A gjeneta e da gjestin a qysh? Gjeneta e gjesti. Po, e cëllën e kiti mamaraka, gjenetën a gjestin? Gjenetën. A gjenetën e pas ke mamaraka? Ma mërë se po din gjestin të në të në hëtë? Ja. Po t'ja thoma era që gjestin e ki mamaraka? Po, ja gjestin, ja gjenetën. E cëllën gjenetën për dëshë ma shumë dhe më? Po. A ki qef me po me takua? Po, re. Ani, këshire kamerën e thuj gjenet, thuj po du më taku kur po vjen banis? Bane një thuj. Banis nuk kam. E ku, në shpe? Be. Ani thuj gjenet, thuj kur po vjen... Gjenet. Ku po ta me taku shpe. Po, gjenetën e Big Brother, apo? Po. Gjenetën si po në thire me taku Muhamedit se pas ka fanë së tjakt, apo shkurte? Mirë shkon me orë me vizitu. Po, me që pëtej ka shumë, kjo gjenetën tha ka du shumë. Ja gjesti. Ju gjisti, ti e do. Po. Ja gjesti, ja gjenetën i do. Ja, gjestin ja gjenetën. Ani bëne janë një thire ja gjestin, mas i del për Big Brother, thuj me orë më vizitu. Ja, gjesti ka shku Shqipni. Po mas i të kret për Shqipnis me orë më të vizitu. Ja. Qës pësëtaj gjeshtin e Po, ja po këthejet aj, s'ta shko mu këthy. ja shkrejer. E qa u Rena kret? tja Shqipni. Në të re Shqipni, ha? Po, ma mirë. Ane. A vërdit apo në grënë të shka? Po, Pilirojmë ta që hangër më iftor. Tiraris nuk e komësh, nëse të në... Ane, në shka tjetë, qka dush ti? Ka ndërë, që dhe petan? Mish dashnijës këtë e ka jo. Mish dashnijës, a bën dashnijës ajo? Ja, dashnijës, pasi që jemi në shetë Ramazanit, diçka patriotike. Janë në kuran. A, e di mora fjollë për shemull. Je vesh në tros të vegut. Ndras të vejkët kush për qonë, ale dhe hajtë që ato në takënë. Okej. Ndras të vegut o kush po qane, qanë si seza o për jarane. Qanë si seza o për jarane, dush ke barone malë po i thane. Dush ke baro po i thane si vjetë, për që djallo që na ka vdeke. Për që djallo a djallë të rije, a e dinan dhe ku e kanë shtije. A e dinan dhe ku e kanë shtije, në vorë treja o nërë qatë blije. Në vorë treja o nërë qatë blije, am je pis oj na shkoj të rije. Am je pis oj na shkoj të rije, se ke paso shumë njaranije. Po shkon qika, po i vjen për bije, po na qano me atë shamije. Po na qano me si të sije, ma mbulono me atë shamije. Po ku je o more jarane, a e din besën që ma ke dhane. A e din besën që ma ke dhane, thoj që jam o more prema s'kane. Thoj që jam o more trema s'kane, nuk joj pushke so s'ko q'kam bane. Nuk joj pushke so s'ko q'kam bane, gjilje topis vune me maljane. Kur tani jo në zanin tane, deke me kam thoj që qonan kame. Adez. Shkurti, kësha po dëshirë me liru këta dhe bashkë me këthy edhe në pjesën e fundit bashkë me ty dhe me lirit e une. Faleminderit shumë që ishit. Muhammed, faleminderit shumë.
Që dora, faleminderit shumë gjithë juve. Faleminderit. Faleminderit Afërdit, faleminderit Olbër. Faleminderit. Habibja, që dora, faleminderit shumë. Kthehemi bashkë me shkurtën. Shkurtën jemi rikthyes bashkë në emision. Faleminderit shumë që i ke sjellë sonte këta persona dhe na mësuam me bë bashkë. Iftar me ta unë e shkruajta lash edhe një foto në Facebook bashkë me ta, është iftari më i veçantë për mua këtë Ramazan. Faleminderit shumë edhe prej juve për ftesën, po ashtu edhe prej KFC-s për ushqimin, edhe Zoti ja ushtoi bereqetin, edhe jemi shumë mirënjohës për këtë gjest human. Faleminderit shumë. Ndërkohë po shohim që përparimi edhe po folet. Përparimi është musliman i devotshëm, i fal 5 kohë namaz, po ashtu është lobus aktiv. Do më thonë për persona me nevoja të veçanta, intenzivë lobon për Fondacionin Heroina Mirësisë. Na gjen tonë konë donator, ka shumë energji pozitive, është shumë i udhëzuar, është djalë shumë modest, respektues, edhe jam shumë e fat që e kam mesin tonë një shok të vërtet, po na Në vërtet, në ndihmë krenar që e kam edhe bashkëtar, është edhe prej fshatit Sllatin, edhe po shohim që po lutet. Domthonë gjatë kohës ky fal ka 5 vokë. 5 kohë namaz, edhe jo vetëm përparimi, po ka edhe shumë antar tjerë që i falin. Dhe shumë antar tjerë. Po edhe shumë antar tjerë që i falin 5 kohë namaz. Po e po që disa prej tyre edhe po agjereshin. Edhe shumica prej tyre agjerojnë. Shumica prej tyre, po. Çka keni mesazh për fund, shkurtë se nuk shaloj më shumë se me që i ke qenë edhe agjerueshëm. Një mesazh për fund për gjithë ata që e shohin këtë emision. Mesazhi jam është kisha pas shumë dëshirë gjithë qytetarët mi pa më aktiv në punë dhe vepra të mira. Edhe angazhimi i gjymtyrëve në punë dhe vepra të mira është vërtet një vepër që ka çmimtar te Zoti. E kështu që kisha dashur njerëz mi pa aktiv shumë a shumë në pjesën e humanizmit, mi vizitu personat me nevoja të veçanta, mi pranu shoqni, mos mi diskriminu në pjesën e punës, sepse unë kam edhe 2 antarë të cilit kam dëshirë me i punësu, dhe kisha dash kompanit, agjensit apo firmat më përkra për mi punësu edhe 2 persona tjerë me nevoja të veçanta. Ka një bëm apel gjithë atyre që e shohin këtë emision, këto momente, që me ndihmu shkurta xhiut për me i punësu ata 2 që pëllat personat me aftësi të veçanta. E realisht edhe ligji çdo i pasiniti duhet të jetë çka më shumë shkurtë, çka më shumë kishin pas dëshira ta me punu apo kishin mujt me punu? Tash varet prej kategorisë. Me qenë për shembull i verbër, mund me punu në post, mund me punu në recepcion. Për shembull nëse ndodhet në karrocë, mundet me punu me këtu online që po janë për shembull që reklamojnë produkte të ndryshme, sepse kjo kategori me të vërtet ka shumë energji pozitive edhe ka kohë të mjaftueshme, domethënë për me kthy përgjigje dhe më mirë me këtë pjesën online që kryen përmes përgjigjes rrjeteve sociale. E kështu që kisha pas dëshirë shumë më përkra që sa më shumë i largu prej shtëpisë, mja fy atë monotoninë